Përshëndetje, sot do gatuajmë një sheqerpare me ara dhe kokos. Si fillim e ndezim furrën që të nxehet dhe fillojmë me recetën. Na duhen 2 vezë, 2 lugë gjelle me sheqer, 1 sheqer vanilje, 8 gram, përziem. Përziem derisa sheqeri të shkrihet. Pasi që i kemi përzier mirë, do e shtojmë vajin, 120 ml vaj. E rëndësishme është që vaji të përzihet mirë me vezët dhe sheqerin. Tani do e shtojmë 50 gram kokos, 50 gram ara të bluara, jo të grimcuara, por të bluara, si dhe miell, do ju tregoj në fund. Tim 10 gram pluhur për pjekje. Si fillim, brumin e përziem me lugë derisa të formohet. Pastaj do e bëjmë me dorë. Në total, përdora 180 gram miell. Tani më njëherë do i bëjmë format. Gjithsej na dolën 22 kokra ëmbëlsirë. Madhësia e tepsisë është 30 cm. Tani do i pjekim. Furra e para ngrohur në 200 gradë dikon 15-20 minuta. Sheqerparja është gati. Tani fillojmë një herë me përgatitjen e shërbetit. Na duhen 2 gota me sheqer, si dhe 3 gota me ujë. Shërbetin do e lëmë të zihet për 10 minuta. Sherbeti, pasi që ka zjerë 10 minuta, do e lëm të pushoj për 10 minuta, pastaj do ja nxjerrim sheqerparës. Sheqerparja është ende e vakët, kurse sherbeti është i nxehtë. Sheqerparën e kemi gati, tani do e provojmë.